Prandaj besoj që nga këto takime duhet dalin mesazhe. E përgëzoj kryetarin e komunës për punë, për angazhim, për përkushtim, për të rikujtuar kontributin e dhënë të këtyre martirëve, dëshmorëve, por duke pasur faktin parasysh që koha e bën çdo gjë dhe koha e merr çdo gjë, a nuk do të ishte rrugës ta kemi në nivel të komunës vetëm një ditë të përbashkët për të kujtuar dëshmorët, të mbledhen familjarët e atyre që kanë zemrat e thyra, të bisedojnë me zveti, të i kujtojnë dhe të ndajnë kujtimet, sepse vetëm në atë mënyrë ndoshta do të shfryhet ai mlefi i grumbulluar nga mërzia që nuk i kanë me të dashurit aty. E dyta, a është kjo kostoja që po ja dhenë në shenjë falënderimi për jetën e tyre? Prandaj besoj që këta kanë sakrifikuar diçka shumë më tepër, e kanë dhënë jetën për një Kosovë pak më ndryshe, një Kosovë të zhvilluar, një Kosovë të qëndrueshme, një Kosovë model demokracisë dhe një Kosovë që ka bazament të historisë, 3 institucionet më kredibile të kalitura ndërkohë, institucioni i familjes, institucioni i respektit dhe institucioni i falënderimit që për fat të keq në Kosovë janë duke venitur, të politizohen këto ditë, të kemi përçarje në këto ditë dhe tëra kjo të ndodhë në këtë Kosovë pas 26 vite liri nuk është shenjë dhe respekt ndaj këtyre që e dhanë më të shtrejtën për liri. Prandaj dua të besoj qëntarën do ta kemi një ditë përbashkët dhe ata që kanë dhimbje dhe mall të takohen dhe të bisedojnë, dua të besoj që politikanët që bëjnë dhe veprojnë në këtë mënyrë do t'i prekin ndërgjegjja, sepse pa gjakun e tyre edhe kjo luftë për pushtet s'kishte qenë e mundur. Prandaj t'i nderojnë, t'i respektojnë gjatë, të bëjnë për armëri, që ose mendojnë të kuptojnë veprën dhe kontributin e dhënë të martirëve. Falënderit për kohë, sepse sot ne kemi dhënë më të çmuarën, ajo është koha që më kthehet, jemi këtu për të ndarë pak breng, mërzi edhe mall me familjarët, ju jemi mirënjohës në emër të familjes Xhaliu dhe dharë Zotit që hera tjera në këtë mënyrë na ftoi kryetari i komunës kur do të hapen fabrika, do të hapen universitete, do të hapen qendra inovative dhe do të promovohen vlera intelektuale siç e meriton ky popull dhe në fund të fundit siç e meriton sakrifisa e këtyre që ranë për liri. Faleminderit.